do të provoj diçka. Pra ti ke ardhur tu me lujt për Gertën. Jo, sot ta humësh, një sekond. Dale. Vetëm të ta lidh këtu. Olale, e di ku ishte puna? Puna ishte të dilte Gjesti me Jozin. Kur dilte me Gjesti me Jozin, Gerta do kishte qa 4 muaj. Po nuk e kapje do të Jozin ty. Se kapje do të asnjë nga këta nuk e kanë zgjedhur si finalist. Po se kapja, po koherencën do ta baja ndonjë. Ti ke koherencën tënde pra, po se kapje. Unë bëra llogaritë mia si banore e shtëpisë, Gjesti dhe Gerta. Pik muhabeti. Këta thonë Rozana dhe Gerta. Unë kam strategjin time, moj. Se kjo goca thot, unë Gjesti thot ja shkërmoqa zarfin e zi. Ja shkërmoqa Gjestit zarfin e zi. Unë jam këtu, thot. Është Gjesti, është Rozana, thot, pastaj vje Laerti, thot. Po prandaj. Okej, zemër e dashur. Aja shkërmoqe ti zarfin e zi këti qunit. Aja shkërmoqe. Unë që e kam mas Gjestit, se e vendose ti. Dil me Gjesti nominim. Po pra. Këto mendova unë, po këto janë Kusret Qameti, a i ka ardhë me lujt për Gertën, thot, zgjedh Rozanën, sepse shoh që Gerta do të provoj diçka. O lal, ti ke ardhë me lujt për Gertën. O idiot, prandaj thash, ti e jashtë, thash, kot flasë unë me ty. Ti e jashtë. A i ka harruar. Ti e jashtë shtëpis. A i harron gjërat. Diça më bezdis kur më thonë do me kap në situatë. Kjo ma caron nerve. E di si është puna? A i ka harruar gjërat që ka bërë Gerta, dhe ka thënë Gerta. A i është sot për sot, e kupton? I harron a i. Sa shumë ka thënë. Sa shumë ka thënë. Ka pas prime, Gerta këtu të dera, dhe më thotë mua, e më shtetur të dera. Jam dhe unë dhe Laerti. Unë jam këtu, thot, kemi qenë të kjo dera këtu. Unë jam këtu, thot, është Gjesti.